Lind foshnja e parë nga një grua me mitër të transplantuar. Nëna e foshnjës, Grace Davidson, 36 vjeç, lind pa një mitër funksionale dhe mori mitrën e motrës së saj në vitin 2023, në atë që në atë kohë ishte transplanti vetëm i suksesshëm i mitrës në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo dhe burri i saj, Angus, e kanë quajtur vajzën e tyre Amy, sipas motrës së Grace, e cila i dhuroi mitrën. Mbajtja në krah e foshnjës së tyre ishte e pabesueshme dhe surreale për maman e re. Ajo vërtet është e mrekullueshme, ka thënë ajo për BBC-n. Grace dhe Angus, të cilët jetojnë në veri të Londrës, por janë me origjinë nga Skocia, shpresojnë të kenë dhe një fëmijë të dytë duke përdorur mitrën e transplantuar. Foshnja e parë e lindur si rezultati një transplanti të mitrës ishte në Suedi në vitin 2014, që atëherë rreth 135 transplantime të tilla janë kryer në më shumë se një dyzin vendesh, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën, Francën, Gjermaninë, Indinë dhe Turqinë.